në studio dhe gjithë shikuesve tuaj. Faleminderit shumë për kohën. Po e nisim Shkodran me ty, pra, seshe nesër kemi edhe sërish këtë seancën e radhës për herë të 9 që po mbledhet kuvendit për të konstituar dhe çfarë presim? Realisht, përderisa nuk kemi lëvizje nga këto dy bloqet e barikadume në qëndrimit e tyre, nuk pres në ndryshim tjetër sepse sjelljet po janë të njëjta. Është vështirë e mendueshme me prit në rezultat tjetër me sjelljet e njëjta që i kanë bërë që nga data 15, nëse s'gaboj kur e kanë filluar realisht këtë seancë, sepse mos harrojmë për qytetarët ne jemi ende në një seancë. Thjesht këto i kemi pauza, këto 48 orë janë pauza mrena seancës, që ligji realisht i parasheh që nuk mund të zgjasin më shumë se aq. Është vështirë me i parashiku disa situata që mund të krijohen nga persona cilat ne i kemi votu qytetarët e Republikës Kosovës, si kanë dhënë atë mbështetjen edhe atë besimin që me i përfaqësu në institucionin më të lartë që është Kuvendi i Republikës Kosovës. Sado që kemi arrit për te një sqarimi përmes kushtetutës, ne kemi edhe një sqarim të metutjeshëm përmes një akt vendimi të gjykatës kushtetuese, që realisht sot po ja shohim sherrin sepse ne nuk e kemi parashiku, e askush madje se ka parashiku diçka tillë, që do të vijmë në situatë ku një parti e cila realisht e ka për obligim, e ka edhe besimin e qytetarëve që me vazhdu me i kriju institucionet, hezitoj me bë diçka tillë. Mirë po, edhe nuk është parashiku një barikadim i tillë, një blokadë tillë nga deputetë e Republikës Kosovës, sepse fundja këtu përgjësia më e madhe është tek partia fituese, e cila ka dalë fituese në procesin e fundit zgjedhor të datës 9 shkort. Mirë po, mos të harrojmë konstituimi i kuvendit nënkupton peshen edhe të drejtën, përgjësinë dhe vullnetin e të gjithë deputetëve të Republikës Kosovës. Unë i arsyetoj në qoftë se qëllimi i këtyre taboreve politike që janë, po besoj që gjitha veprimet që i bajnë i kanë me një qëllim caktun që me përmisu jetën e qytetarëve edhe qytetarëve me ja u lehtësu diçka në jetën e tyre. Unë nuk po e shoh këtë qëllim të asnjëri tabor politik. Lufta e tyre është luftë partijake e konkretisht edhe më shumë se partijake ka kaluar në inatat e tyre personale. Po. Unë nuk e di cili është ai përfitimi i fundit tek qytetari në qoftë se fundja në rregull, po vazhdojmë me këto bllokada dhe po e shohim që lëvizja vetëvendosur nuk i paska numrat, çka po përfitojnë qytetarët? Po bllokohet zona Haxhiu, po shpërfaqet ajo pafuqia atyre, mirë, po çka është insistimi kaq i madh që me bani blokadë tillë, cili është përfitimi tek qytetari, ose edhe ana Sjeldas, në qoftë se vazhdohet me insistu me zonën Haxhiu, cili është përfitimi i qytetarit në qoftë se do të zgjidhet hipotetikisht zonja Haxhiu. Unë po besoj që problemet do të besin të njëjta. Kjo tregon që në luftën e tyre procedurale për inate personale nuk ka të bëj e mira për qytetarin këtë mes. Janë duke e shfryer atë mllëfin që kanë kriju për një kohë jashtëzakonisht gjatë ndaj njëra tjetrës, me lëvizje që mas pako janë të matura edhe mas pako zhdasht me qenë prej këtyre që e përfaqësojnë qytetarin e Republikës Kosovës. Po. Zona Shkodra, si